ata në Kumanov kanë shku ata kanë qenë të mashtrum. Ata kanë shku, një pjesë kanë shku me pare, një pjesë kanë shku se i ka qu Grujevski për nevojat veta i ka shti aty. Jo keni pa që ka ndodhë Kumanov. Njën vrat disa tri, njën vrat disa polic, mirë për s'ka pas luftime. Ajo ka qenë një tradhti, një kurdisje, cilin e kanë bë Gruevski, Macedonia, Serbia dhe Rusia për hesapet veta. Ata s'kanë shku atje me luftu për shqiptarë, sepse shqiptarët atje janë të marrë pjesë prej 90-ës shqiptarët Macedoni kanë marrë pjesë në zgjedhje. Diku kanë fitu, diku kanë hup, janë ndru partit, janë përqa me zveti, mirë po kurrën e kurrës shqiptarët e Macedonisë nuk i kanë bojkotu zgjedhjet. Gjithmonë kanë qenë pjesë e proceseve atje. Zoti Reshaj, më hape shumë tema, ndoshta për hera tjera për të do ishe shumë, do kisha kënaqësi që të flisja. Po për të rikthyer dhe vendosja, faleminderit. Me që përmendet rastin e Albulena Haxhiut, çfarë konflikti ka me Limajn që nuk e pranonte sipas një pjesë të zërave mediatik në Prishtinë? Çfarë po janë dy background ka dy familje? Dy gjana janë aty. E para është se Fatmir Limaj ka pranuar me marrëveshjen me Kurtin nëse merr postin e parlamentarit. Fatmiri ka qenë shumë korrekt. I ka thonë unë vi me të ndihmu me kriju parlamentin, nëse me atë mu postin e kryeparlamentarit. Për ndryshe për qeverinë ty nuk flas. Po grupi pse nuk e pranoi? Edhe është një problem se, si thash më herët, familja e burrit Albulenës i kanë vrarë dy njerëz të fshatit vetë, cilët janë familjarë të Fatmir Limës. Kjo është arsye. Pa nuk e di tash unë cila është arsyeja. Ata e kanë, si duket e kanë mbyll këtë proces, ja kanë lënë gjykatës, po megjithatë zoti Balla, ne jemi shqiptara, kupton? Edhe nëse mbyll një proces gjykata, edhe nëse themi se nuk do të kmerremi, aty jetë një inat mes neve. Se me të vërtet me të vrarë dy njerëz, dy antarë të familjes, pa kur gjo, vetëm se votojnë dikon tjetër, ajo është nonsens, ajo nuk ndodh në Evropë, si dashur me ndodh as te na shqiptarët kur, po ja që ka ndodh Albin Kurti ka radikalizu kaq shumë shoqërinë tonë, sa fanatiket e tij janë gjendje që të vrasin njerëz nëse e kritikojnë apo e kundërshtojnë Albin Kurtin. Zoti Reshaj, si duhet sillemi me listën serbe, pra Prishtina, tani parti politike atje në gjykimin tuaj, për te përfitimit të votave, pra me gjykim të ftohtë. Si duhet sillemi me të për kaluar ngërçin? Po zoti Balla, nuk është Kosova i vetmi vend që ka etni, ka pakica kombëtare. I keni edhe ju atje në Shqipëri, një pakicën greke. Madje në vend parë ndoshta në Europë, pra sa shumë pakica keni pranuar. Po ajo është realiteti, tash na s'mundem me ikë asajna. Kur kush nuk mundet në Tiranë më ulëm ja u caktu liderët e grekëve, ulën aty në tavolinë, ky është i mirë, ky është i keq. Përndryshe nuk funksionon demokracia. Lista serbe është parti si gjitha parti tjera në Kosovë. Është certifiku, ka kalu verifikimet e 3 ministrive, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Diasporë, cila është ajo tjetra, cila është diasporës, punëve të brendshme dhe jurisprudencës, ku është Albulena, është po, edhe AKI-ja i ka verifikuar se cilin kandidat veç e veç. Edhe atë janë certifikuar se gjithë deputetët e tjerë kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë dalë ata si kanë dalë, partia lista serbe ka dalë si parti fituese me ndihmën e Albin Kurtit, se sa më shumë që ta fyen Albin Kurti apo secili shqiptar listën serbe, ajo forcohet te qytetarët e vet se thotë ja, na vetëm se ju përfaqësojmë juve në korrekte, po e faktorizon edhe Vučićin. Ju nuk di ju një matri. Në kohën e vitet 90, kohën e Serbisë, ka pas disa shqiptarë që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e Serbisë. Mund t'i numëron njëri Ngishta, ka qenë Tefik Lugici, ka qenë Rahman Marina, ka qenë Basri Plana, po më i njoftin i ka qenë Sejdo Bajramovici. Kryesia e Jugosllavisë ka funksionu me 8 antarë të kryesisë. Serbia ka zgjedh një plak pianec atje që ka nejtë në përshqitorët një fshatje atje, e ka zgjedh përfaqësues të Kosovës në kryesi të Jugosllavisë dhe ka qenë një sintagmë me na quajnë shqiptarët e ndershëm. Domethënë shqiptarët e ndershëm janë ata që marrin pjesë e pranojnë shtetin e Serbisë, marrin pjesë në punën
në demokracinë e tyre, në institucionet e tyre. Edhe në Rambuje, në kuadër delegacionit Serbisë, i ke pas 3-4 shqiptarë që kanë shku aty. Gjoja si Serbia është shtet multietnik, ja ku i ka përfaqësuesit e shqiptarëve me vete. Po ajo nuk funksionon. Na nuk duhet mja zgjedh lista serbe përfaqësuesit e vet. Ata e kanë atë drejt mi zgjedh. Lista serbe, pakica në Kosovë janë kategori kushtetuese. Ata me automatizëm marrin pjesë, edhe në kuvend, edhe në qeveri. Dhe ata nuk duhet mu problematizu në asnjë mënyrë. Po çështja o diku tjetër. Na kemi bisedu më duket para 1 muaj e gjysmë, 2 muajve. Edhe atëherë kam thonë me siguri, Albin Kurti don me majtë Kosovën të bllokume. E shihni, qeveria e Kosovës është me një vendim gjykatës supreme, në mënyrë